Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Nuk e vu të re, e papritura ndodhi dje para Prajmit në fermë. Nisja e spektaklit të Prajmit të djeshme në fermë ishte shoqëruar me një vendim mjaft të rëndësishëm dhe të papritur për fatin e lojës. Moderatorja Arbana Osmani ka bërë të ditur se produksioni ka marrë masën më të rëndë penalizuese për një prej konkurrentëve vetëm pak minuta përpara nisjes së transmetimit direkt. Sipas njoftimit të bërë publik nga Arbana, Sorgini ka thyer rregullat bazë të programit, duke tentuar të marrë informacione nga jashtë përmes familjarëve të tij, veprim ky që konsiderohet i patolerueshëm në këtë fazë të garës. Ajo sqaroi vendimin e prerë të marrë nga produksioni. Ky largim i parakohshëm vjen pikërisht 2 javë përpara finales së madhe, duke ndryshuar tërësisht dinamikën e lojës dhe planet e fermerëve të tjerë që vazhdojnë rrugtimin drejt çmimit të madh.